Një grup qytetarë shkorçar kanë dalë me një deklaratë lidhur për problemet e shkaktuara në juglindje të vendit pas bllokimit të rrugës nacionale Pogradec-Librazh. Bllokim ky që sipas Lazion Petrit ka shkaktuar dëme të mëdha ekonomike për juglindjen. Sipas tij, një grup qytetarësh kanë iniciuar një letër të hapur që fillimisht u është drejtuar institucioneve lokale të qarkut të Korçës, gjë e cila nuk është vlerësuar nga ana e tyre. Ky grup qytetarësh ka bërë thirrje tek qytetaria korçare dhe jo vetëm që të reagojnë duke firmosur letrën e hapur për qeverinë, ndërkohë që kanë ftuar të jenë të pranishëm të gjithë ditën e hënë në një protestë paqësore përpara Bashkisë së Korçës. Kjo situatë po sjell pasoja të rënda në qarkullim, ekonomi, siguri publike dhe në funksionimin normal të jetës sociale në të gjithë qarkun e Korçës. Gjendja aktuale ka krijuar izolim të pjesëshëm të rajonit, vështirësi serioze për bizneset dhe transportin, si dhe rrezik potencial për sigurinë e qytetarëve, që detyrohen të përdorin rrugë alternative më të gjata dhe më pak të sigurta. Duke qenë se kjo situatë ka karakter të jashtëzakonshëm dhe të kalon dimensionin administrativ të zakonshëm, kërkojmë trajtim me prioritet maksimal, institucional. Kjo kërkon përgjegjësi të përbashkët dhe reagim të koordinuar, si institucional ashtu edhe qytetar, në mënyrë që të shmangen pasojat të mëtejshme ekonomike dhe sociale për rajonin tonë. Për këtë arsye, ju drejtuam zyrtarisht institucioneve vendore, Këshillit të Qarkut, Këshillit Bashkiak Korçë, Prefekturës së Qarkut Korçë dhe Bashkisë Korçë, me një sër kërkesash konkrete, mes të cilave artimi i një rezolute të përbashkët për t'ju drejtuar qeverisë dhe institucioneve të pushtetit qendror. Bllokimi i rrugës Pogradec-Librazh dhe lëvizja në rrugë alternativë të vështira për qarkullimin ka anuluar rezervimet e shumta në hotelet e juglindjes, ka rritur çmimet e transportit publik, ka rritur çmimin e shportës, ashtu siç ka rritur edhe çmimet e tjera të produkteve bujqësore blegtorale.